Një 37 vjeçar është ndaluar nga policia në lidhje me vrasjen e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në Vlorë. Policia e Tiranës ka ndaluar Eris Mehmetajn, 37 vjeç me origjinë nga Tropoja, i dyshuar si personi që i ka vënë në dispozicion makinën autorit të krimit. Sipas të dhënave paraprake, makina që ju dha autorit rezulton të jetë përdorur gjatë ekzekutimit, ndërsa mjetit i ishin ndëruar targat, të cilat dyshohet të jenë të vjedhura. Policia e Vlorës ka identifikuar automjetin e përdorur, por deri më tani autori i vrasjes vijon të jetë në kërkim. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se autori i dyshuar i vrasjes është larguar ilegalisht në Greqi. Gjatë ndalimit të Mehmetajt, autoritetet i kanë sekuestruar dhe një telefon celular, ku janë zbuluar biseda të rëndësishme që kanë ndihmuar grupin hetimor për identifikimin e autorit të dyshuar. Megjithatë, ky i fundit nuk është vënë ende në pranga. Për të shmangur identifikimin nga kamerat e sigurisë, autori dyshohet se ka përdorur një mask silikoni që mbulonte të gjithë fytyrën, mask anti-Covid, një kapele si dhe një bark artificial, masa këto që e kanë bërë të vështirë për ta identifikuar. Sa i përket motiveve të vrasjes, hetimet po vijojnë në disa pista. Fillimisht u dyshua për konflikt pronësie, por kjo pistë është zbehur. Aktualisht policia po heton mbi mundësinë që viktima të ketë qenë informatori grupeve kriminale, çka mund të ketë çuar në ekzekutimin e tij.